të Lidhës Demokratike. Arbër, pse peng Lidha Demokratike e Kosovës, nga kush? Lidha Demokratike e Kosovës nëpërmjet Abdexhikut thotë se nuk është takuar me zotin Kurti, mu për shkak gjuhës që e ka përdorur zoti Kurti, fyrjeve që ja ka bërë Lidhës Demokratike bashkë me pjesën tjetër të opozitës, duke i quajtur hajvan e duke i quajtur gjithçka. Edhe në një letër të gjatë të cilën e ka dërguar, ai e ka shpjeguar këtë refuzim duke e cilësuar kështu si parimor dhe duke ju fajsuar juve si lëvizje vetëndosje dhe bashkë me zotin Kurti. A ka të drejtë Abdexhiku në këtë drejtim? Jo, në asnjë farë forme, sepse kjo është reciproke. Pra, nënkryetari i Lidhës Demokratike të Kosovës, zoti Kujtim Frala, mune pra Kuvend të Republikës së Kosovës, kryeministrin Kurti e ka quajtur tradhtar. Është e para. E dyta, gjuhë të tillë ka përdorur edhe nënkryetari tjetër, kryetari i PS, pra zotri Muhaxhiri, e plot figura të tjera të cilat pra kanë pas si epitet. Po dua ta them që ajo çfarë thot zotri Abdexhiku në kuptimin e hajvanatit dhe shprehjet të cilat mund të tingëllojnë si linçime, fymje apo çfarë do të qoftë, janë përdorur edhe nga Lidhja pra Demokratike e Kosovës, dhe mendoj që legitimitetin për mos takim në kuptimin e një lloj diskursi linçues, cilën ai po mundohet që ta shpjegoj për mos pjesëmarrjen e tij në takimin me Kurtin, mendoj se nuk qëndron, sepse unë po e them, ne jemi subjekte politike, mund të takohemi, mund të bashkëpunojmë dhe mund të mos mirëmi vetë fare ndoshta. Mirë, po mendoj që mund të takohemi në minimum. Pra keni pritur që të takoheni edhe t'ua thot Abdexhiku gjitha këto, po t'ua thot në takim. Mirë, po nuk qëndroj. Mos takimin po e cilësoni fyrje ju. Mos pjesëmarrjen në takim, po e shuaj. Unë mos takimin në takim, mos pjesëmarrjen në takimin e thirrur nga kryeministri Kurti, pra kryetari i subjektit politik më të madh në vend, ku e fton subjektin e tretë për të bashkëbiseduar, siç e tha dhe kryetari i Kuvendit zotri Konjuca, pra nuk e ka thirr as Partinë Demokratike, nuk e ka thirr as Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, e ka thirr Lidhën Demokratike të Kosovës për të bashkëbiseduar, dhe mendoj që megjithatë kjo është një lloj respekti që ka tregu për Lidhën Demokratike të Kosovës. Mirë po thirrja, mirë po thirrja e Abdexhikut në gjuhë linçuese nuk mund të merret, ta themi, përballë, sepse të tillë gjuhë linçuese në Kuvend të Kosovës dhe jashtë saj ka pas, mendoj, në formë të barabartë së bashku në Partinë Demokratike, bile pak ma shumë dhe Lidha Demokratike e Kosovës. Rexha, patët me hile pse ju drejtuat LDK-s, pse nuk ju drejtuat PDK-s, apo PDK-s do t'i drejtoheni në të ardhmen? Mendoj që është çështje e kryeministrit, se a do të drejtohet Partisë Demokratike të Kosovës apo jo. Sipas mendimit tim, sepse unë kam mendim time, nuk pajtohem pra me parafolsin aty që tha me Matosha. Që me deputetët e vetëvendosjes, pra, siç e thot për që jemi robot, e dina që unë nuk jam robot. Pra, mendoj që nuk do të aftoj në takim Partinë Demokratike për të bashkëbiseduar në kuptimin e një lloj koalicioni me ta. Dhe jo rastësisht e ka ftuar Lidhën Demokratike të Kosovës. Unë thash në minimum Lidha Demokratike e Kosovës, sigurisht ato i kanë edhe vendimet e veta,